A e dini çfarë kam parë në ëndër? Ali ibn al-Husayn tregon, thot Daud at-Tai, njëri prej të parëve. Një herë ishte me disa që e shoqëronin dhe u mbështet. Aty shikon një ëndër. Pra në gjumë, shikon një ëndër. Kur zgjohet thot, a e dini çfarë kam parë? Kjo ngjarje përmendet tek libri Tesliyetu Ahlil Masaib. Thot, pash në ëndër, pra mu shfaq xheneti. Dhe pash disa fëmijë të cilët po loznin me mollë, pra në xhenet, fruta në xhenet. Ndërkohë njëri prej tyre ishte veçantë, si i mërzitur. Dhe thot, pyeta, po ky? Mu tha, ky shpejt është kputur nga dynjaja. Dhe është i pikëlluar sepse nëna e tij vetëm qan. Thot, pyeta, po kush është ky? Kush është babai i tij? Në çfarë vendi jeton? Më përshkru pra qyteti, lagja, emri i babait, emri i këtij fëmijës, emri i nënës. Dhe thot, hajde çohuni. Çohuni ishte pra një lagje pranë tyre. Çohuni thot dhe nisen drejt për tek ajo lagja. Dhe kur shkon atje, takon njërin prej, pra si duket ose babain, ose gjen nënën e djalit. Dhe i thot, kështu, kam parë në ëndër. Nëna e këtij djalit, kur dëgjon këtë ëndër, pra e ndal atë të qarën, ose thuash pra vendos që mos qaj më për këtë situatë. Normal, fetarisht, nuk ka diçka që e ndalon pra prindin ndoshta të qaj për fëmijën që i ka ndru jetë, sepse i ka ndodhur edhe profeti alayhis salam që ka lutuar. Normal, vajtimi është çështje tjetër, nuk bën. Ndërsa qarja ndjen dhe mshuri, pra nuk ka ndalesë. Por ndoshta nga kjo ngjarje nxjerrim mësim se fëmia, pra kë sprovon Zoti i gjithësisë, e sprovon me humbjen e një fëmije, ai le të shpresojë tek Allahu i lartësuar. Sepse me lejen e Zotit gjithësisë ka për të takuar me të në xhenet. Dhe vazhdimisht, pra nëse të ndodh një fatkeqësi, me thonë të Allahut jemi dhe tek ai do të kthehemi. Dhe asnjëherë mos me humb shpresën tek Zoti i gjithësisë, por vazhdimisht me qenë falënderues tek Allahu i lartësuar, sepse ne e dim fare mirë që për atë i cili pra tregohet falënderues ndaj Zotit të gjithësisë, thotë Allahut jemi dhe tek ai do të kthehemi, çfarë ndërtohet në xhenet? Ndërtohet shtëpia e falënderimit. Elusim Allahun e lartësuar që pra ata të cilët e ka sprovuar në këtë dynja, dhe e ka sprovuar me humbjen e ndonjë fëmije, t'ju mundësoj që ta kenë atë shtëpinë e falënderimit në xhenet. Amin.